Pasi kanë mësuar se një firmë private po bën studime për shfrytëzimin e pyllit halor në kurorën e malit të Balgjajt në rrethin e Matit, banorët e komunës Suç kanë protestuar. Pyet janë donat, pyet janë donat, pyet janë donat. Sipas tyre, kjo firmë kërkon të shfrytëzoj pyllin për lëndë drusore dhe druzjari. Banorët u grumbulluan në qendër të fshatit duke bllokuar mjetet me të cilat udhtonin drejt malit, specialist të zyrës së shërbimit pyjor si dhe përfaqësuesit e firmës. Na nuk kena asnjë lloj pune me punëtorët, as me një, na kërkojmë mbrojmë pyet, mos dëmtohet, mos bëhet genocid më në pyet tona. I bëjmë thirrje ministrit, ti tërheqi letrat, që se u ka shu letrat, ti tërheqi letrat mbrapsh. Protestat tona do të shkojnë deri në shkallëzimin më tejshëm, 24 orë bllokim rruge. Ndërsa drejtori i shërbimit pyjor në qarkun Dibër sqaron për Vision Plus se kjo protestë është e nxituar pasi ende nuk është vendosur asgjë mbi këtë zonë. Jemi në fazën e studimit, pra ne nuk kemi dhënë asnjë zonë për shfrytëzim. Mos harrojmë këtë tjetër që një kompani që shfrytëzon pyllin me rregulla paguan taksa në shtet, paguan sigurime shoqërore, është e kontrollueshme ndërmjet projekteve të bëra nga ne nga shërbimi pyjor. Për të sqaruar anën ligjore të kësaj çështjeje dhe për të ulur tensionet e banorëve, ky institucion do të zhvillojë me ta një takim javën e ardhshme.